Një grua në Mekke ishte në shtëpinë e saj, duke u parë në pasqyrë, i drejtohet bashortit të saj duke i thënë: "A mendon se do t'i rezistonte njëri kësaj bukurie?" Bashorti i saj thot: "Po, unë di një person në Mekke që nuk i bën përshtypje kushdo që t'jesh." Tha: "Më lejon të shkoj dhe të bisedoj me të?" Bashorti i saj thot: "Po." Shkon kjo grua tek Ubejd ibn Umair, njëri i devotshëm, njëri fisnik me moral të lartë. Kërkon që të veçohet me të, pra një problem. Kur veçohet, zbulon fytyrën e saj dhe i thot që ishte e gatshme për çdo gjë. Ubejdi nis t'i përmend mirësitë e Allahut të lartësuar ndaj saj. Dhe më pas i thot: "A do të dëshiroje si kur të vinte meleku i vdekjes dhe të gjinte, pra ndërkohë që unë i jam përgjigjur kërkesës tënde?" Tha: "Jo." Tha: "Të vërtetën ke thënë." "A do të doje," tha, "sikur kur t'jesh në varr dhe të vinë me lajket për të bërë pyetjet e varrit, a do të doje që unë të isha përgjigjur?" Tha: "Jo." Më pas i tha: "A do të doje," tha, "kur njerëzit presin, pra do ta marrin librin ditën e gjykimit me të djathtën apo me të majtën? A do të doje," tha, "të t'isha përgjigjur?" Tha: "Jo." Tha: "Po kur të vendosen peshoret e drejtësisë ditën e gjykimit, dhe të vendosen pra edhe peshoret për ty, të peshohen veprat e tua, a do të doje," tha, "të isha përgjigjur?" Tha: "Jo." Tha: "Po kur dalësh para, pra ti jesh para Allahut të lartësuar, a do të doje," tha, "që unë t'isha përgjigjur?" Tha: "Jo." Atëherë, kjo grua u kthye te bashorti i saj, i thaj: "Ha, çfarë ishte përgjigjja e Ubejdit?" Tha: "Ti, si thonë, harxhon kohën kot, por edhe unë një lloj si ti, edhe ne një lloj si ti." Dhe qysh atëherë kjo grua u bë më e përkushtuar në adhurim, më e përkushtuar në namaz, më e përkushtuar në agjerim, sa që bashorti i saj thoshte: "Çmu desh mu dhe Ubejd ibn Umairit." Pra e pata bashorten, thot, që zbukurohej vazhdimisht, pra e përkushtuar në maksimum, ndërsa tani, thot, është bo pra ibadetqare e madhe, namaze, agjerim. Gjithsesi, normal, vepra e këtyre të dyve ishte e gabuar. Si vepra e bashortes, pra kërkesa e bashortes, si aprovimi i bashortit të saj. Por ne duhet të nxjerrim mësim nga kjo ngjarje të cilën e përmend pra Ibn Qayyim el-Jauziyje, Zoti e mëshiroft. Ne duhet të nxjerrim mësim prej kësaj ngjarje. Vlla dhe motër, gjithmonë kur të cyt shejtani me e bë një haram, kujtoje melekun e vdekjes. A do të duash pra që ndodh që duke bërë atë haram të vjen meleku i vdekjes, Zot na ruaj. Po e zejmë se e kryve këtë haram. Si do t'jetë gjendja jote ditën e gjykimit, kur të merret libri? Pra, njeriu duhet të synoj të bëjë sa më shumë vepra të mira, të pendohet prej harameve. Se ku i dihet, ndodh që ditën e gjykimit e merr librin me të majtën, o Zot na ruaj. Po kur të peshohen veprat, njeriu vazhdimisht duhet me e mendu atë moment kur të peshohen veprat e njeriut. Kush krah do të anoj më shumë? Krahu i veprave të mira apo krahu i veprave të këqija? Mendoje momentin kur do të qëndrosh para Allahut të lartësuar. Prandaj, me reflektu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ai cili i friksohet madhështisë së Zotit të gjithësisë. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dhe ndalon nefsin nga egoja, nga shtyrja, pra se normal nefsi njeriu, dëshirat ndoshta e nxisin njeriu për të këqijat. Por ky e ndal, i friksohet madhështisë së Zotit, i friksohet qëndrimit para Allahut të lartësuar. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Për këtë njeri xheneti do të jetë si vend strehim.
Elusë Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që reflektojnë dhe mundohen këtë dynja me bo vepra të mira me u afru tek Allahu i lartësuar. Amin.